mos kuptimi I drejtë I fesë Allahu subhanahu wa taala. Po. Dhe do të çuditen me këtë që do të përmend. Mos kuptimi I drejtë I fesë Allahu subhanahu wa taala. Andaj ndoshta dikush I qaset fesë Allahu me qasje ekstremizmi, po, me qasje ekstremizmi, sa që në fund feja e mundon dhe e rëndon atë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna hadha ad-din matin, fa awghilu fihi bir-rifq." Me të vërtet kjo fe është e trashë, është e madhe, andaj hyni në të ngadal me butësi. O vallahu im, Allahu të ruaj dhe të mëshiroft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpalosi fen islam me para njerëzve për 23 vite me vitet pejgamberike. Që do të thotë ndoshta nëse një vjet pejgamberik është sa 10 vite tona dhe se sa është sa 100, I bie për 230 vite o vllazën e plotësoi Allahu xhallahu ala me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam islami. 23 vite natën edhe ditën fshehurazi dhe haptazi pejgamberi Allahut me gradualitet vashpalosi njerëzve islamin. Saqë Allahu xhallahu ala dhe në disa prej harameve dhe mëkateve të mëdha siç është kush, alkooli, nuk e ndaloi atë vetëm ngadal. Njerë tha, la të khrobu salatu në të sukara. Mos i ofron namazit duke qenë të dehur. Pastaj jeti në surën Maide, apo më falni në surën Bekare fillimi, pastaj Nisa, pastaj në Maide, derisa Allahu xhallahu ala ndaloi alkoolin. Pra gjithë do të thotë se patjetër ne në vetë tonë, edhe me familjarët tonë, edhe me familjet tonë, edhe me familjarët tonë, duhet të qasim Islamin me qasje gradualiteti, ju vllazën. Jo me qasje ekstremizmi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah." Dhe nuk ja rëndon dikush Islamin vetes vetëm se Islami e mundon atë. Fasaddidu wa qaribu abshiru wasta'inu. Thotë andaj thotë mundohuni ngadal, afrojeni vetvetes, ndihmoni vetes. Mirë po dikush do të vjen dhe do të thotë: "O imam, po si do ta kuptojmë Islamin kështu si thotë nëpërmjet hoxhallarëve?" Andaj vllazë, këto hoxhallar që ne ka falë Allahu xhallahu ala, ndiqni ata, pyetni ata, mos e bëni referencë të jetës së juaj internetin apo ChatGPT apo diku më herët edhe Google.com dhe ngjashme si ajo, për referencë jetës tënde, problematikave të tua, e gjendjes tënde të udhëzimit, momentit të udhëzimit tënd, le të jenë hoxhallar. E kam përmendur në një rat tjetër dhe po përmend. Aq hoxhallar sa na ka falë Allahu xhallahu ala ne shqiptarëve, besoni se vallahi populli pakistanes nuk ka aq hoxhallar në përqindje. Ndoshta edhe shumë prej popujve arab nuk kanë aq hoxhallar sa na ka falë ne Allahu xhallahu ala. Dhe dijeni se hoxhallar flasin me dije, jo me entuziazëm momentan. Po haram, jo, ai e mendon fundit, a është në rregull që këtij personi të themi tash në këtë moment është halal, është haram? Se mos ndoshta t'ja rëndojmë dikujt fenë Allahu xhallahu ala dhe si e tillë të jetë shkak për shkaqeve të devijimit, Allahu na ruaj.